Topo! Gjithsesi punë i shkëlqyer, zotëri. E pamundur, Topo e humbi ndeshjen. O, çfarë ndeshje e jashtëzakonshme! Po, kjo ishte vërtet e mrekullueshme. Luftëtari Topo i universit 11 është më poshtur tashmë. Çfarë ka ndodhur me zotin Vegeta? Vegeta ka sakrifikuar veten e tij për të mundur Topon. Vegeta, por ti... Çfarë është ajo? Zoti Vegeta! Nuk kam vdekur ende. Më në fund ai është mirë! Falë zotit! Ai shpërtheu gjithat energjitë furishme dhe sërish mbijetoi, i lumtë. Super Saiyani Blu është më tepër se kaq. Duke krahasuar atë me herën e fundit që sulmoi edhe vdiq, ai tashmë është bërë jashtëzakonisht edhe më i fortë. Pra kjo është arsyeja pse trupi i tij ishte në gjendje të përballonte gjithë atë sulm. Por tani Vegeta e ka përdorur të gjithë fuqinë e tij. Ai mezi qëndron në këmbë. Androidi 17! Falë zotit edhe ai ka mbjetuar, por duket se edhe ai ka marrë goxha dëmtime gjithashtu. Dhe tani ka mbetur vetëm një armik në fushë betej. Nuk mendoja kur se vetëm Xhireni do të arrinte të mbjetonte në fushë betej. Ne mbështetemi tek ty, Xhiren. Sa i përçmuar që je, unë prisja akoma më shumë nga ti.